Wow! Ne kemi një numër caktuar fëmijësh, të cilët vërtet kanë nevojë dhe këtë trajtim ata e merrin shumë larg, në Lushnjë, në Fier, në Tiranë. Dhe për fatin e mirë këtë tashmë do t'ja ofrojmë këtu. Aktivitet për të inauguruar qendrën komunitare të Bashkisë Divjak dhe njëkohësisht për të nderuar 3 dhjetorin që është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Dear Mayor Gorea, dear Deputy Minister of Health and Social Welfare Ina Maiko, dear Randy Davis, head of UNDP, and dear partners here of Divjaka. I think you said everything that I would want to express, but let me again recognize, Mayor, how important this center is for the country, for what we do here at UNDP. And I love these times.